Se pjesëtarët e korit janë të gjithë shumë simpatik dhe këndojnë pashtu shumë bukur, figura e një gjyshi sikur nuk është e plot, po nuk pati pranë një mbes ose një nip. Si që bën gjithmonë gjyshi Mico, që ka pranë mbesin e ti Adelën. Kiqa, me kiqa! Ja se për ty po flisja, gjyshi Mico. Kiqa! A me are dea, kiqa! Po pra, atë thashe dhe unë gjyshi Mico dhe Adela e vogël. Me qupe, se me vdiqe me këto lot kroko qeni dhe ti. Me qmende, me qmende. Po ti qmundur ke qonë gjithmonë. Se duket shume? Duket, për deri sa më the atë fjallën e urtë prap dje. Qa të thashme, qa të thashme? Ku është balta me ëmbël se mjalta pas mullarit? Mullarit. Sa i but që është mullari. Po shiko, nuk thot kod populli, aty mbrapa mullarit i bet qefi qyqarit. Qa do me thënë qyqar? Qyqar në ashi... E ke parasysh zorë në ujtë? Gjysh pilo, ho! Kiqo, me kiqo, P-A-L-A-S-K-A, kiqo! Në ashi... Qa do me thënë qyqar? E ke parasysh zorë në ujtë? Po. E zorë uj. Do me thënë mamit, ja dha dit lullet kopshtari me qyqar në dorë. Po i tate, di këtë pune? Si nuk e di, a i të djelave, mi va dit vet lullet me qyqar në dorë. Po këshu, kur s'ke pullën do mbash zorën. O gjyshi, kur s'ke pullën do hash sorën. O për atë punë, sorra e pa që do të hanin ja futi vrapi tiku. Se qupe, dy duar për një mëllaqe janë. Në ashtë i s'me theti, ma qa ki që qanti njërë, se më tërbove fare. Po se nga që bëjë shumë gabime unë për fajnë tot, zysha nuk më lëmë të ulem në një bank me Erikun. O gjyshi, sa më vëqërë mua i Eriku. Jo, maj. Ashu, e? Më vëqërë shumë, o gjyshkashi. Kiqo! Kiqo! Mirë. Moj, qupe, e qa ka du që të pëlqenë që qoni ty? Se është shumë i sjellë shumë edhe më son shumë. Po për atë punë mos i shikoj gunën, po shikoj kuletën. Për atë punë e para Erikut jemi pa bukë sa fare jemi. Jo, më. Pa këshu është fshati që duket, ka drita. O gjyshi, po pse ma te ndryshe dje? Na te fshati digjet, ndërsa mami Erikut kryhet. Po, se nga që ajo është këshu si gishtez. Vogël ajo, po u dashurua me shikim dhe parë me babin Erikut. Tutje budalaqet, kanë gënjër. Babi Erikut kër e pa për herë të para të kujtoj se ishte në prefse lapsi. Do me thënë u dashurua me shikim të dytë. Jo, nashi me shikim të dytë aje e kuptoj që si ta mprite lapsin ajo s'ta prite a zana që të plotësën dëshirat. Zana i Pinokut. Po qa zani Pinokut me zana e katit poshtë me. Ajo që la shumë pensionin, në vjetë gjithë pensionin aty e kam lënë. O, gjyshi, po qa lidhje ka? Ajo shet bombula gazi, qa lidhje ka me mprejen lapsi? E po nashi populli thot me mirë të kesh apo të dish. Me ato bombla që ka ajo qupe, të bën një të mprejur lapsi që... O, nene. O, gjyshi, po qa i duhet mpreja e lapsit babit e Erikut, kur ati afirmosin shkresat të tjerët? Po kështu është, të tjerët i afirmosin. Se babit e Erikut jepi e sapin, po mamit e Erikut jepi tranat japës për mëngjes. Po mëngjes për mëngjes, ama. Po, sa rënd që je o gjyshi.
rënd. Je shumë rënd. Ashu isha me taqën në ndje. Se që kështë gjetur në përgjepa e riku ta i një dohan për ishe i mirë. Sa i mi gjisha për ja, se ke ide lullja. Pas ka pirë gjyshja shash. Ashi, qupe, nuk ka rëndësi e shashash apo është pish-pish. E rëndësishme është që qyli është nena e gjithave të këshijave, po si nën duhet të respektuar. Gjyshi, je shumë rënd o gjyshdulla, je shumë rënd. Kiqo! Kiqo, D-A-U-L-J-A, kiqo! Pike ze, si jeni ju brezi sotëm, 3 lafe keni ju në trurin tuaj. Drogë skekse dhe ashu rërol, qashe. Gjyshi, rock'n'roll. Rotorol? Rock'n'roll. Rock'n'roll? Na Po shmon dhe pare, bo, ik pare. Do më leshe ati, se ma carove nerva të shifare. Si jeni ju brezi sotëm, si jeni ju brezi sotëm, po. Se juve, më mirë një vezë sot është për juve, se sa një orë dore motë. Se këshu është kur ju jep dorën ju të skuq një vezën. O, gjyshi, ku po shkon? Po shkoj të vadis lullet me qyqarë. O, gjyshi, kujdes. Qa ka me? Masë mërzit, po nuk e gjete qyqari rrugës, gjyshi. Ue tu t'je shala mandriza, adi tu, adi.